Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë se keni ardhur sërish në podcastin Okult, Okult Ezoterizëm. Ne do të vazhdojmë sërish me tema të ndryshme dhe sot do të hyjmë në një temë shumë delikate dhe thellësisht shqetësuese për shpirtin dhe energjinë njerëzore. Ndryshe nga podcastet e tjerë, ashtu si ju keni parë me njerëz që dalin, shfaqen, unë kam zgjedhur këtë rrugë për të vetmen arsye sepse qëllimi i rrugëtimit ezoterike është që ju të eksploroni veten tuaj dhe të kuptoni sa më shumë gjëra të vetes tuaj. Vetëm duke kuptuar veten, ne i afrohemi hynores dhe kjo na bën më të mirë me të tjerët, më të mirë me veten dhe të ndryshëm nga turmat. Prandaj ju më shihni më pak dhe dëgjoni më shumë, sepse imazhi luan një rol shumë të rëndësishëm dhe unë nuk dua ta shfaq imazhin për të vetmen arsye sepse qëllimi im nuk është që unë të shfaq imazhin, por të jap atë që unë studioj dhe mësoj. Sot do të flas një temë të cilën e kam titulluar Pornografia si rruga e djallit. Në një botë ku mbizotron mbi ngarkesa me imazhe dhe dëshira të shkaktuara artificialisht, pornografia është një fenomen që përhapet me shpejtësi, por që pak njerëz kuptojnë thellësisht se çfarë ndikimi ka në trupin dhe mendjen apo edhe shpirtin ton kjo fushë. Në këtë emision, unë kam mbledhur disa studimet e mia dhe dua të zbërthej se përse pornografia nuk është vetëm një problem social apo moral, por një rrezik i thellë ezoterik, një rrugë që e largon njeriu nga drita dhe e shtyn drejt errësirës. Para se të filloj për këtë rrugëtim, do të doja që të gjithë ju që më ndiqni të bëni subscribe channelin tonë Okult në YouTube, të më ndiqni në faqen time në Instagram Ezoterizëm dhe të bashkoheni tek grupi Falas që është atje ku ju do të merrni shumë mësime, leksione të ndryshme me fraza të vogla, por fjalë të vogla që mbartin pesha të mëdha në anën mentale. Para se të zhytem në studimin që unë kam bërë mbi pornografin, dua të kuptojmë pak në thelb se çfarë është eliksiri i jetës që ne mbartim. Flas për kategorinë e meshkujve, por këtu nuk përjashtohet dhe kategoria e femrave sepse ato janë manifestuesja e këtij lëngu magjik ose eliksiri të jetës që jep jetë. Çfarë është sperma jon? Me siguri ne të gjithë e kemi parë dhe e njohim në një lloj forme, por ne nuk e kuptojmë në themel, në thelbin e saj, se çfarë është spermatozoidi. Më lejoni t'ja u bëj pak më të thjeshtë dhe ta kuptoni më me detaj atë që ju shpeshherë e shihni si një lëng të bardhë. Sperma është një përzierje e lëngjeve dhe qelizave që prodhohet nga organet riprodhuese të mashkullit. Spermatozoidët janë këto qeliza riprodhuese të mashkullit dhe janë të vogla me një kokë që mban materialin gjenetik i cili quhet ndryshe ADN dhe për këtë do të flas pak për të parë një koncept të ADN-s, se çfarë është ADN-ja dhe çfarë është ADN-ja në thelbin e saj. Dhe një bisht për lëvizje, roli i tyre është të udhëheqin informacionin gjenetik mashkullor drejt vezës femërore për të krijuar një qelizë të re e cila merr emrin e njohur si embrion. Të ndalem pak para se të vazhdoj edhe te ADN-ja, sepse shumë njerëz ADN e kanë dëgjuar këtë emër, por nuk e konceptojnë brenda se çfarë është një ADN. ADN-ja në thelb është acidi dezoksiribonukleik. Është molekula që ruan dhe transformon informacionin gjenetik
në qelizat e organizmave të gjalla. ADN-ja është një molekulë e gjatë e përbërë nga dy vargje të lidhura së bashku në formën e një spirale të dyfishtë. Çdo varg përbehet nga një zinxhir nukleotidesh, ku secili ka 3 pjesë, një bazë azotike, një sheqer dezoksiribozë dhe një grup fosfat. Këto janë studime dhe nuk janë të mijat, unë i kam marrë nga studimet dhe emrat janë pak të ndërlikuar sepse edhe unë në thelb unë nuk jam një mjek, e kam thënë dhe i rikthem këtë, por studimet që unë bëj lidhen me këtë rrugtim që unë kam dhe më duhet ta shpjegoj edhe tek ju që ju të keni një pamje më të qartë të ADN-s. Funksionet e ADN-s janë ruajtja e informacionit gjenetik, riprodhimi, shpreha e gjeneve. Pra, ADN-ja është themeli molekular i jetës biologjike. Kalojmë tek spermatozoidi, ku lëngu seminal është një përzierje lëngjesh nga disa gjendra si gjendra e prostatës, vezikulat seminale, ka funksione të rëndësishme, siguron ushqim dhe energji për spermatozoidët, përmban sheqerna si fruktozë, mbron spermatozoidët nga mjedisi acidik i traktit riprodhues femëror, lehtëson lëvizjen e spermatozoidëve, duke i bërë ato më të lëvizshme dhe më të afta për të arritur në vezë. Pra, ky lëng është mbrojtësi i spermatozoidit. Pse vlen sperma e mashkullit? Fuqia biologjike dhe riprodhuese është sepse sperma është thelbësore për vazhdimsinë e jetës njerëzore. Pa spermë, mashkulli nuk do të kishte mundësi të krijonte një jetë të re. Ajo është shpreha më konkrete e fuqisë krijuese të trupit mashkullor. Simbolizmi në ezoterizëm dhe energjia krijuese në shumë tradita të ndryshme mistike, sperma përfaqësohet si energjia jetësore dhe eliksiri i jetës. Fuqia e krijimit dhe potencialin për të sjellë në ekzistencë diçka të re është si një dridhje energjie që vjen nga thellësia e trupit dhe shpirtit mashkullor. Ruajtja dhe menaxhimi i kësaj energjie është thelbësore për shëndetin e përgjithshëm, fuqinë personale dhe zhvillimin shpirtëror të mashkullit. Burimi i vitalitetit është një pikë tjetër që sperma lidhet ngushtë me konceptin e vitalitetit të mashkullit. Një spermë e shëndetshme e pasur me energji dhe përbërës ushqyes tregon se trupi dhe mendja janë në një gjendje të mirë. Në ezoterizëm, shpesh theksohet se ruajtja e kësaj energjie si rruga për të pasur fuqi, qartësi dhe vetkontroll. Pra, është shumë e rëndësishme që ne ta ruajmë eliksirin e jetës, sepse ne na është thënë gjithmonë gabim, femra është burimi i jetës. Jo. Po e dëgjoni shumë mirë këtë që po dëgjoni. Femra nuk është burimi i jetës. Eliksiri dhe sperma është burimi i jetës. Mashkulli është burimi i jetës, por femra është shumë e rëndësishme, sepse femra është manifestuesja e burimit të jetës, pa të cilën eliksiri i jetës nuk do të jepte rezultat. Pra, le ta themi në një tjetër formë. Femra dhe mashkulli nuk janë të barabartë në këtë lloj forme, por janë të barazvlefshëm në këtë lloj forme. Ata të dy kanë veti unike të tyre për të sjellë atë që njihen ndryshe si embrion. Vetëm duke bashkuar anën femërore me mashkulloren, mund të kemi këtë lloj rezultati, por në thelb energjia dhe burimi i jetës nuk është femra. Është mashkulli, është sperma. Femra është manifestuesja e spermatozoidit, është manifestuesja e të gjithë mrekullisë së eliksirit të jetës. Ajo e bën jetën të lindë, por burimi i jetës në thelb nuk është femra. Pra, janë të dy të domosdoshme. Kjo është ajo gjë që unë dua ta shpjegoj, dhe sepse dëgjoj shumë njerëz që thonë
gjëra nga midiotet. Duhet ta kuptoni, në ezoterizëm është kjo lloj forme që të dy janë të vlefshëm dhe të barazvlefshëm në forma të ndryshme energjie. Nuk po ndalem këtu, po vazhdojmë më poshtë me pjesën që ne kemi për qëllim të trajtojmë sot. Në ezoterizëm, pornografia njihet ndryshe si një iluzion i fuqishëm që ushqehet me dëshira të çorientuara dhe energji të çrregulluara, që do të thotë janë të pa rregullta energjitë që dalin në ato momente kur ne jemi duke parë porno. Ajo nuk është thjesht një imash apo një skenë, por një fushë energjitike që rëmben energjitë jetësore të njeriut duke e shpërndarë dhe ulur vibracionin e tij, duke dëmtuar këtu trupin eterik, atë që njihen ndryshe si fusha elektromagnetike. Në tradita të ndryshme ezoterike, dëshira e pashfrenuar është rruga më e shpejtë drejt robërisë së egos dhe largimit nga burimi ynor. Në nivel fizik, pornografia shkakton stimulim të tepruar të disa zonave të trurit, duke krijuar varësi dhe shkatruar çrregullime neurologjike. Në planin shpirtëror, ajo krijon kolaps të fushave energjitike, atë që sapo thash trupin eterik, duke krijuar vrima ku energjia e errësirës, që mund të quhet edhe rruga e djallit, hyn dhe manifestohet tek ty duke sjellë çrregullime në aspektin mental, fizik, por edhe atë eterik. Në çdo akt të përjetuar në mënyrë pornografike, njeriu e ndan veten nga vetëdia e vet më e lartë, duke u bërë skllav i formave dhe lojës së errësirës, e cila e ul nivelin ton intelektual, mental, fizik, shpirtëror dhe eterik dhe e bën atë më të dominueshëm nga forcat e errta ose forcat energjitike të gjërave që vibrojnë në një nivel më të ulët se sa ne, duke na dëmtuar ose sëmurë trupin ton. E kam quajtur rruga e djallit në kuptimin ezoterik, jo sepse rruga e djallit është thjesht rruga fizike, por është thjesht një metaforë morale dhe shumë reale në një formë ku energjitë negative manifestohen në jetën tonë. Pornografia është një porti që hap atë rrugë, ajo mbjell ndarje, konflikte të brendshme dhe largimin nga qendrave të dijes son. Djalli në këtë titull ka marrë simbolizmin e energjisë që ndan, fragmenton dhe shkatron njësinë tonë të brendshme. Pornografia në këtë kuptim është një instrument i fuqishëm që shkatron qendrën tonë shpirtërore dhe na bën ne të varur ndaj një faze materializimi që është niveli më i ulët i aspektit shpirtëror. Nëse shohim me kujdes, të gjitha varësitë shoqërohen me një far turpi, por ky turp nuk është i njëjtë për të gjithë. Nëse i tregoni dikujt që jeni esëll, ose nuk keni pirë alkool, ose keni një kohë të gjatë që nuk përdorni ilaçe, shpesh ne na ndodh që të marrim lavdërim dhe admirim për fuqinë apo disiplinën tonë. Por e njëjta gjë nuk vlen për ata që janë të varur nga pornografia. Gjatë 6 muajve të fundit, unë kam bërë disa kërkime në internet, lexime librash dhe kam mbledhur materiale të shumta në fusha të kësaj kategorie, kam parë dhe dokumentare dhe filma që flasin për këto fenomene dhe kam gjetur se shumë burra kanë pasur varësi nga droga e tyre më e madhe që sot mbar emrin pornografi. Nuk besoj se janë raste të rastësishme, por më tepër një sinjal alarmi që vjen nga sektori më i errët i varësisë së anës tonë mentale. Në fillim të mijëvjeçarit të ri, nuk ekzistonin platforma të mediave sociale ku kishin një bandwidth kapacitet më sakt, nuk ishte i mjaftueshëm për të transmetuar video të kësaj natyre. Por edhe Amazoni në atë kohë ishte thjesht një librari online, por pornografia në internet daton që nga viti 1995.
Deri në vitin 2004, pornografia online ishte aq e përhapur sa fitoi 6 çmime. Përfshirë dhe çmimin për muzikën më të mirë me një këngë të famshme të titulluar Prit një çast. Askush atëherë këto nuk i vlerësonte, por me siguri edhe tani nuk i vlerëson njeri, besoj. Por sa përmban pornografia pjesë të trafikut në internet sot? Disa vlerësime tregojnë se pornografia përmban deri në 1/3 e trafikut të përgjithshëm të internetit botëror. Një nga faqet më të mëdha të pornografisë, e cila njihet me emrin Pornhub, një nga shpërndarësit kryesor të kësaj, është totalisht falas dhe e mbështetur nga reklamat, sepse ata pretendojnë që ne nëpërmjet trafikut bëjmë reklamim të bizneseve dhe kështu ne ofrojmë këtë falas. Rënditet ndër 20 faqet më të vizituara në botë dhe 10 nga konkurrentët e tij rënditen brenda 100 më të mëdhenjve në glob. Këtu keni një statistik ku tregohet me detaj se që nga dhjetori vitit 2024 deri në vitin aktual që jemi 2025, kemi një performancë nga kompani të ndryshme dhe vizitorët që ato mbartin. Shohim Yahoo me 398 milion vizitor dhe për çudi, Pornhub është faqja e dytë më e vizituar në botë me 283 milion vizitor. Pastaj kalojmë te Netflix, Jumpster që është një tjetër faqe për porno dhe një faqe tjetër e famshme në Shqipëri që e përdorin shumë, X Videos. Unë nuk po them se unë jam i kulluar, edhe unë kam parë porno, edhe unë kam masturbuar me pjesën e pornos, por kjo ndodh për shkak të padijeve të mia dhe me kalimin e kohës unë jam detyruar ta ralloj këtë pjesë, duke arritur në një pikë që nuk dua ta përdor as pak në jetën time dhe as pak në vazhdimsinë e jetës që do të kemi, për të vetmen arsye sepse ajo ka ndikime në tru, ka ndikim të drejt për drejt në amigdal, në trurin e korteksit prefrontal dhe ndikon gjithashtu dhe në trurin e tretë që është instikti kafshëror ose i cili njihet si truri reptilian. Ka një ndikim shumë të madh dhe të dëmton vërtet shumë. Megjithatë, përcaktimi i madhësisë së kësaj është me të vërtet tronditse, sepse kjo tregon një shifër që njerëzit gjatë gjithë kohës po dashurohen me ata aktorë dhe po harrojnë jetën e vërtet, seksin e vërtet dhe po bëhen sa më shumë të varur nga këto, dhe varësia nga porna nuk është e listuar në manualin e diagnostifikimeve statistikore, siç rregullim mendor, por në një studim që kam parë dhe lexuar me 2000 të rritur në Amerikë, 11% e burrave dhe 3% e grave raportuan një farë dakordësie me pohimin "unë jam i varur nga pornografia, por nuk di si të dal". Më pak njerëz raportojnë abuzim me alkoolin, por më shumë pranojnë një problem me lojrat ose bixhozin, sesa me pornografin. Doktoresh Ana Lemke, profesoresh e psikiatrisë në Stanford dhe autore e librit Kombi i dopaminës, tha se duke filluar nga fillimi i viteve 2000, ajo pa shenja paralajmëruese tek pacientët meshkuj që përshkruanin veten si të varur nga pornografia dhe përmenden internetin si një fajtorin kryesor të tyre. Që atëherë ka pasur një përshkallëzim të njerëzve që paraqiten me varësi digjitale. Varësia nga pornografia mund të jetë e vështirë të izolon brenda varësisë më të gjerë dhe më të përhapur nga interneti, por krahasuar me kompulsionet e tjera të mundësuara nga interneti, ka relativisht pa kërkime të rishikuara nga kolegët dhe nga njerëzit në përgjithësi,
Dhe për këtë gjë, kjo ka sjell vërtet një jetë akoma më të izoluar në ditët e sotme. Shembulli i instiktit dhe të dopaminës është kur ne marrim një shembull se një gjaktar vret një mamuth për shembull dhe dopamina rritet në atë ndjesi, rritet në atë grad ku të fal të njëjtën ndjesi që përjeton një lojtar kur luan bast, kur luan bixhos. Instikti ynë për të ngrënë sa herë që shohim ushqim, prej gjatë mijëvjeçarëve të mungesës. Pra, në momentin që ne kemi mungesë ushqimi, ne na zhvillohet instikti të ham, të çajmë, të shqyejmë ushqimin, ta masakrojmë dhe për ta konceptuar më mirë këtë, unë do t'ju sugjeroja të shikoni 2 filmat e famshëm ku tregon se si instikti ngjallërohet në një mënyrë shumë të shfrenuar tek individi kur atë e lën pa ushqim dhe ky film quhet Platforma. Pra, ekonomia jon është e varur. Kompanitë më të vlefshme atribojnë e ndekun midis instikteve tona dhe prodhimit industrial. Dhe pornografia e di shumë mirë këtë se si funksionon. Pra, zonja dopamin kështu funksionon në kokat tona dhe në internet të gjithë kanë qasje të gjithë pikat apo dyqanet online apo dhomave që mund të ofrojë interneti dhe digitalizimi i tregut rezulton në një ekosistem ku fituesit merr më shumë se krijuesi. Aplikacionet e takimeve si Tinder, Snapchat apo OnlyFans ndajnë partner potencial në një grup të vogël që ata kanë me një grup tjetër që nuk e kanë. 10% e burrave përbëjnë më shumë se 10% të rezultatit. Që do të thotë, pornografia online shfrytëzon mungesën e mundësive për çiftëzim tek burrat. Dhe këtu tregohet se sa fitojnë këto kompani. Shifrat të fundit për kompani si Pornhub, Brazzers, RedTube, YouPorn, Xtube treguan të ardhura për vitin 2018 dhe në vijim me një vlerë që daton në shifrën $460 milion me një marsh fitimi prej 50%. Ndërkohë një nga gjeneratat më të larta sot që po skllavëron rinin është OnlyFans. OnlyFans ishte një faqe shumë e vogël në fillim dhe abonimet e saj ishin shumë të dobta, por sot ajo gjeneron plot $6.6 miliard. Të ardhura në vit. Firma ka më shumë se 300 milion llogari të regjistruara, nga të cilat 70% janë meshkuj. Në anën tjetër të kësaj lidhje interneti janë 4.1 milion krijues. Pra, femra janë më pak se sa meshkuj dhe 84% e tyre gra. Ndërsa OnlyFans njihet për modelin e saj të abonimit, transaksionet e një pasnjëshme po nxisin 88% të rritjes së të ardhurave. Këto këshilla janë një arbitrazh mbi ndekun midis impulsit biologjik për të çiftëzuar dhe mungesës së mundësive për çiftëzim. Ka më pak burra ekonomikisht dhe emocionalisht të qëndrueshëm dhe shumë pak vende ku një burr mund të zhvillojë aftësitë për të shprehur interes romantik, sepse këto platforma të sjellin direkt degenerimin para syve tënd. Mjafton të paguash para, mjafton që ti të shohësh një femër shumë më të bukur, që ti pretendon se është vërtet e bukur, pavarësisht se ty të kënaqen syt, por ajo nuk është jeta e vërtetë. Ti nuk ke asnjë kontakt fizik me atë, vetë se kryen marrëdhënie seksuale nëpërmjet internetit apo kënaq syt me ato format e saj bombastike që do të tregoj dhe kundërdrejt kësaj ti paguan një shifër nga 5 deri në $25 në muaj. Dhe këtu bëhet fjalë se burrat janë produkti. Dhe shumë pak janë femrat në këto industri. Këshilltarët profesional tregojnë se gratë trishen nga burrat që sinjalizojnë 3 atribute kryesore: burimet, intelektin dhe mirësinë. Megjithatë, burrat nuk e kanë këtë, ose shumica prej tyre, shumica prej meshkujve nuk e
vlerësoj një femër nga intelekti, nga burimet, apo mirësia që ajo ka, por në pikpamjet e para të tyre ata e vlerësojnë nga instikti kafshëror që është krijuar nëpërmjet pornografisë dhe në takimet e para përpiqen që takimi i dytë të jetë seksual. Dhe kjo është ajo gjëja që njerëzit nuk po e jetojnë jetën sot, por bëhen një me instiktin kafshëror. Vetëm tifozë dhe jo aktivist është një pikë tjetër që unë e kam gjeneruar, sepse shoh se me kalimin e viteve unë shoh shumë njerëz, shumë miq, të cilët janë me të vërtet tifoz të femrave të bukura, janë me të vërtet tifoz të një linje trupi, një goce që i përshtatet mendimeve të tyre, por ata nuk janë aktivist. Unë shoh shumë pak njerëz sot që të shkojnë të ftojnë një femër në takim, apo shoh shumë pak njerëz që të dalin me një gocë shëtitje. Shumica janë të gjithë drejt degenerimit, shkojnë në parti, njihen atje, njihen në një le ta quaj një ambient kaosi, përdorin makina, mjete, alkool, drogra, të cilat janë momentale dhe këto bien ndesh me natyrën tonë të brendshme apo me atë që quhet ndërgjegja dhe në fund ne ndihemi keq. Shumica e këtyre gjërave janë të pamenduara dhe me të vërtet më vjen keq kur shoh shumë tifoz për femrat e rrugës dhe shumë pak aktivist për femrat e vërteta. Shumë pak meshkuj të cilët marrin një iniciativë për të krijuar një jetë ose një familje. Në epokën e DVD-ve apo kasetave të videove, në atë kohë, konsumimi i pornografisë ishte një transferim pasurie nga burrat tek industritë. Ata filluan t'ja merrnin parat nga xhepat vetëm duke u dhënë video porno. Industria e argëtimit për të rritur pronarët e dyqaneve të videove me pornografi në epokën e OnlyFans, në epokën tonë të artë të degenerimit, është një transferim pasurie nga qindra milion burra tek një grusht platformash të cilat fitojnë me dhjetra mira dollar dhe poshtërojnë me dhjetra mira gra duke ju dhënë mundësinë të shesin trupin e tyre. Gjatë kulmit të rritjes së saj, OnlyFans po i shtonte bazës së përdoruesve të regjistruar çdo ditë me shifra kolosale. Një krijues i OnlyFans fiton $43 milion në vit i vetëm. Pra një femër atje fiton për afërsisht $43 milion në vit. Këtu është dhe një problem se brenda kësaj platforme është futur dhe inteligjenca artificiale dhe kjo ndikon shumë. OnlyFans është vendi ku ndodhin ndërprerje nga robotët e AI-s. Kjo nuk është një gjë e mirë pasi do të ketë më pak fërkime për të bërë më pak social, më pak gjitar. Që do të thotë se duke u përshtatur me transhumanizmin që po vjen dhe me pjesën e inteligjencës artificiale, stimulimet që po të bëhen, platformat që po të krijohen dhe pornografia që po operon në nivele shumë të frikshme me anë të inteligjencës artificiale kur mund të lëshojë dhe tinguj dhe të ketë edhe mekanizma psikologjik të tjerë, ty të sjell probleme ku ti të bëhesh sa më pak social dhe më pak aktivist. Këtu keni një tabel ku tregon se si OnlyFans në vitin 2019 ka nisur me 0.3 bilion fitime ose abonime dhe sot deklaron 6.6 bilion fitim, që do të thot një vlerë shumë kolosale më e madhe. Po çfarë tregon kjo në të vërtetë? Kjo tregon sa më shumë të rriten vlerat e OnlyFans apo faqeve pornografike apo shumë gjërave të tjera, tregon që sa më shumë burra të varfër, burra të paqëndrueshëm, gra drejt prostitucionit, gra
drejt degradimit të shitjeve të vlerave të tyre dhe femrave të cilat nuk kanë një kod moral, po bie kodi moralit, po bie kodi etikës familjare, po bie kodi i çdo gjëje i themelit familjar dhe po krijohet nëpërmjet industrive ku ti i merr më shpejt gjërat dhe nuk ke pse ta vrasësh trurin dhe të mundohesh për të parë një femër lakuriq, sepse dikur meshkujt punonin, duhet të sakrifikonin kohë, mundim, aktivizimin e fuqive mentale, por edhe kodin moral etik shoqëror për të dalë me një gocë, për të njohur, për të kaluar kohë, ndërsa sot nuk ke pse të lodhesh, mjafton të kesh para dhe kaq. Mund të qash, edhe pse e ke ballin siç e kanë, mund të ecësh përpara dhe të kesh shumë femra, mjafton të kesh vetëm para, por dihet je zero. Pra, këtë gjë ta ofron sot bota. Dhe kjo është dështimi i shoqërisë. Nga pornografia nevojitet më shumë kërkim për një studim dhe do të kuptoni se një tjetër studim i cili zbuloi se konsumimi i pornografisë shpjegonte 9% të ndryshimit në objektivizimin seksual të grave nga burrat. Midis burrave që preferojnë pornografin degraduese, ndryshimi u rrit me 20%. Pra, nuk e di nëse sa i keni vënë re sot, flas për moshën time, por edhe moshat e mëdhaja, por edhe më të vegjël, është rritur një degradim në mënyrën e të bërit seks, ose në mënyrën e të shprehurit mendimin seksual. Pse? Sepse pornografia ndikon në instinktin kafshëror. Për shembull, ne mendojmë në një lloj forme tjetër, me një kur ne shohim një femër, mendojmë një lloj forme akti seksual abuzues, me dhunë. Pse ndodh kjo? Për të vetmen arsye sepse pornografia po ndikon në trurin tuaj dhe juve ende nuk e kuptoni sepse nuk jeni vigjilent të kuptoni se si po ndikojnë gjërat. Një studim i 962 adoleshentëve hollandez zbuloi se ekspozimi ndaj pornografisë midis meshkujve ishte një parashikues i fortë i qëndrimeve objektivizuese ndaj femrave. Ata ishin më të dhunshëm dhe më agresor në pjesën e mendimeve seksuale. Pra ishin vetëm tifozë në një lloj forme, por kur ndodhte akti, ata shumë pak prej tyre ishin të tillë. Dhe këta që ishin të tillë, këtë ndikim e kishin marrë nga pornografia. Nuk e di se sa e keni dëgjuar ju një fenomen që po krijohet shumë kohët e fundit, një specie që po zhvillohet jashtëzakonisht çdo kohë dhe më shumë, duke dhënë një problematik vërtet të madhe në epokën ku po jetojmë. Bëhet fjalë për specien Homo solo. Është një specie që po krijohet vetëm nga pornografia kjo, dhe kjo ka si qëllim, po e them me pak fjalë, të krijojë qenie individuale, asociale dhe jo shoqërore, jo sociale, dhe ka filluar të heqet tek individi zhvillimin e aftësive romantike dhe është një rrezik shumë i madh për këtë person që e manifeston këtë brenda vetes së tij, pasi ka të ngjarë të jetë më pak i lumtur, të fitojë më pak para, të vdesë më shpejt, të mos bëjë stërvitje, të mos jetojë mirë, të mos hajë shëndetshëm. Dhe kohët e fundit me këto teknologjitë, pornografia dhe inteligjenca artificiale po zhvillojnë këtë specie që po e transformojnë më saktë njeriu nga Homo sapiens në Homo solo, ku nuk thot kur jo gjërave seksuale, por është me humor të keq, nuk ka dëshirë për të bërë gjë, por vetëm mbyllet me këto gjëra të pornografisë dhe nëpërmjet të dashurës inteligjencë artificiale si ChatGPT apo dhe të tjera, këta fillojnë të krijojnë deluzione në kokën e tyre dhe bëjnë muhabete që kanë të bëjnë në lidhje me
romanticitetin, seksin, epshet apo gjëra të kësaj natyre dhe një marrëdhënie jo reale në jetën e vërtetë dhe mbyllen në vete aq shumë sa në fund kalojnë në depresion dhe kanë probleme shumë të mëdha mentale. Për të parë një shembull ideal të kësaj që sapo ju thash, do t'ju sugjeroj të shikoni filmin Her. Tregon historinë e një burri se si bie në dashuri me një inteligjencë artificiale dhe në fund përfundon një zhgënjim total dhe kalon një periudhë shumë të keqe për veten e tij. Pra kujdes nga pornografia dhe inteligjenca artificiale. Kini shumë kujdes miq. Aftësitë e zhvilluara ose jo në ndjekje të dashurisë organike janë aftësi kyçe që u shërbejnë në mirë burrave në një sër mjedisesh për pjesën tjetër të jetës së tyre. Na është mësuar të besojmë se kërcënimi për shoqërinë ishte mashkulli alfa. Por unë nuk mendoj kështu. Shoqëria po i nënshtrohet sociopatisë se një grupi ceosh të teknologjisë së avancuar dhe pornografisë degraduese, të cilët sipas mendimit tim nuk kanë bërë seks mjaftueshëm ose nuk kanë një kod moral jetik mbi familjen dhe shoqërinë dhe jetën. Megjithatë, shumica e udhëheqësve kanë pasur aftësitë e tyre nga çiftëzimi, të cilat kanë qenë çelësi i suksesit të tyre. Më tregoni një djalë që është kompetent në një bar dhe unë do t'ju tregoj dikë që mund të jetë i arsyeshëm në një sallë mbledhjesh. Më tregoni një djalë që i objektivizon gratë duke ndërtuar aplikacion që i vendos gratë kundër njëra tjetrës për të bërë gara se kush i ka vithet më të mëdhaja, bazuar vetëm në atributet e tyre fizike dhe nga brenda trurit janë zero, pra populli e thoshte shumë bukur fjalën e bukur popullore jashtë një kutë dhe brenda një e dini vetë. Dhe unë do t'ju tregoj Mark Zuckerberg dhe një aplikacion algoritëm i cili inkurajon vajzat të seksualizojnë veten dhe të rinjtë në përgjithësi të ndihen më keq me veten. Pra, këtu tregohet se si mosha 18 deri në 30 vjeç kishin një lidhje me natyrën e tyre dhe këtu keni një tabel ku tregohet se si moshat nga 18 deri në 30 vjeç dashuronin marrëdhënien e vërtet ose kërkonin marrëdhënien e vërtet dhe po ta shihni meshkujt janë me gri që ishte 30% dhe gratë me grinë e zbardhur ose grinë më të çelët që vete gati 20-25%, ndërsa tani pas moshës 30 vjeç kjo dëshirë ka filluar të bjerë tek meshkujt dhe të rritet tek gratë, që do të thotë se shumë meshkuj po humbin dëshirën e tyre të zjarrt dhe gratë po e kërkojnë sepse pornografia ka ndikuar. Në ezoterizëm, dashuria ose epshi seksual është një pjesë e zjarrit, por jo vetë zjarri. Dëshira seksuale është në një lloj forme një pjesë e zjarrit, por jo zjarri. Pak të zjarr, specia jon falimenton. Fatkeqësisht kemi ndërtuar një brezë rezistent ndaj zjarrit. Ata që përdorin platforma të ndryshme online preferojnë të qëndrojnë në shtëpi dhe të shfletojnë faqet sesa të dalin jashtë, dhe kur dalin jashtë kanë më pak gjasa të vizitojnë një bar, jo diskotek, të vizitojnë një ambient ku mund të lexohen libra, një bibliotek, një ambient social ku merren aktivitete të ndryshme, duke zvogëluar shanset që të marrin një sër vendimesh të këqija që mund të sjellin rezultate. Nga rruga, besoj se lëvizja kundër alkoolit është e dyta, që do të thotë se pas kësaj gjëje ne zgjedhim alkoolin, të rinj zgjedhin alkoolin, drogën dhe nuk merren me pjesën e ndërtimit të familjes. Rreziku për mërçin i një 25 vjeçari është më i vogël
nga izolimi social dhe epidemia e vetmisë që po prek të rinjt e Amerikës, por së fundmi dhe të Europës. Mendoni për gjërat më të rëndësishme në jetën tuaj. Me kë vendosët të keni një fëmijë, apo të krijoni një familje, dhe miqtë tek të cilët ende mbështeteni, sa pak janë apo po rallohen çdo ditë. 1/3 e punëtorëve thonë se kanë pasur një romancë në vendin e punës. Kjo është ndaluar, por nuk duhet të jetë. Puna, për mendimin tim, është një vend i shkëlqyer për të gjetur një partner, sepse atje ne kemi mundësinë të shohim një njerëz se sa është i duruar me problemet e jetës, me problemet e punës, si sillet me ty, çfarë bën, si i gjeneron paran dhe si e kalon kohën gjatë kohës që është aty, apo si vjen nesër. Megjithatë, sot, me anë të teknologjisë, shumë CEO kanë vënë rregulla të forta dhe rregullat nuk duhet të thyhen. Ato zbatohen me një përpikmëri të madhe, pa e kuptuar punojësit si. Sot punojësit janë për të vdekur, nuk ka gjallëri në punë. Në kompani që merren me teknologji, punojësit janë bërë vetëm viktima të atij procesi. Ata nuk janë më të gjallë. Shikojini sot punojësit. Futuni në një kompani, do të shikoni vetëm punojës me kufje në vesh, që dëgjojnë mira këngë, që dëgjojnë mira emisione në YouTube dhe nuk flasin një fjalë me kolegët e punës. Janë bërë të veçuar, janë bërë njerëz jo social, janë zhytur në lumin e shoqërisë së spektaklit dhe nuk ka nerva as të njihen, as të flasin, as të dalin përjashto këtu njerëzit që kanë krijuar një familje. Por mendo për pjesën tjetër që janë ende të lirë, janë ende për të krijuar një familje, për të njohur një gocë. Ata e kanë mendjen vetëm ta kalojnë kohën në izolimin e tyre ignorant, duke shkuar në shtëpi, duke u masturbuar, duke dalë me 2-3 miq për të pirë një gotë alkool dhe të mbyllen sërish në shtëpi dhe nesër të shkojnë sërish në punë. Kjo është ajo që po bën gabim. Pavarësisht rrezikut, kjo është ajo që po shkatron çdo gjë. Luftrat kulturore janë një tjetër faktor që e mban zjarrin në vend. Richard Reeves, presidenti i Institutit Amerikan për Djemtë dhe Burrat, tha së fundmi në intervistën e tij në Vox se burrat e dinë çfarë të mos bëjnë në një takim. Ata thonë gjithmonë të mos bëhemi idiot, mos bëhemi toksik, mos bëhemi grabitçar, mos bëhemi të bedisshëm, por vetëm kaq thonë. Por ata nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë me të vërtetë në një takim. Madje shumë nuk shkojnë. Ne kemi patologjizuar ndjekjen e seksit, do me thënë takimet, dhe kemi bërë pornografin rrugën e rezistencës në mënyrën eksponenciale më të vogël. Shuarja e zjarrit që ushqen seksin dhe takimet rastësore ka prekur në nivelin e linçmërisë në SBA, që do të thotë se ka arritur nivelin më të ulët historik. Nivelet globale të linçmërisë po bien gjithashtu ndjeshëm, dhe shumë shpejt në 10 vjeçarin që vijnë do të kemi një depopullim për shkak të këtyre formave. Komuniteteve të ndryshme, njerëz që nuk i japin vazhdimsi jetës, pjesë të tjera të cilët janë pornografia, filmat me tipologji të kësaj natyre, inteligjenca artificiale, po ul këtë pjesë, inteligjenca artificiale në bashkëpunim me pornografin, meshkuj që marrin më pak iniciativa për të bërë burra dhe shkojnë drejt degenerimit. Këto janë ato që do të cilin depopullimin në shoqërinë tonë dhe shkatrimin. Sipas statistikave, 63% të burrave nën 30 vjeç janë beqar, krahasuar me 34% të grave. Pra, pse? Çfarë do të thotë kjo? Për mendimin tim do të thotë që gratë po takohen me djemë të mëdhenj në moshë.
që do të thotë se gratë po shkojnë me burra, të martuar ndoshta. Dhe beqarët nuk kanë siguruar asgjë. Mjaftojnë të mbyllen në shtëpinë e tyre dhe të masturbohen. Dhe kjo është një gjë shumë e keqe. Më shumë se gjysma amerikanëve beqarë thonë se aktualisht nuk janë duke kërkuar një lidhje, akoma më keq. Shumë njerëz nuk kërkojnë një lidhje, nuk bëhen gati të fillojnë të bashkëpunojnë me marrëdhënien që kanë. Shumica jetojnë të ndarë, jetojnë në shtëpitë e familjeve të tyre. Nuk po flas për njerëzit që kanë krijuar familje, por flas për moshën tonë. Unë jam një 30 vjeçar dhe aktualisht kam filluar ciklet e jetës, duke u larguar nga shtëpia, duke bashkëtuar me personin që unë kam në jetën time dhe tashmë i kemi zyrtarizuar gjërat duke filluar një jetë të vërtet familjare. Pra, çfarë po bën miqësia ime, shoqëria ime, njerëzit e tjerë, mosha ime 30 vjet? Çfarë po bëjnë me jetën e tyre? Ku jemi? Ku po shkojmë? Pornografia po i shkatron, sistemet e tjera po të shkatrojnë. Mënyra e shoqërisë, organizimi, e kuptoj që kjo po e dëmton mendjen tonë dhe statistikat nuk gënjejnë. Pra, nuk janë duke kërkuar një lidhje ose takime rastësore. Një studim tjetër zbuloi se përqindja e burrave seksualisht jo aktiv të moshës 18 deri në 24 vjeç u rrit me 19% nga viti 2002 dhe me 31% në vitin 2018 dhe kjo rritje po vazhdon. Përqindja e grave të reja seksualisht jo aktive është rritur nga 15% në 19% dhe kjo është në një progres akoma në rritje. Çfarë po ndodh me meshkujt? Nëse do të kisha parë porno me kërkesa të mëdhaja në telefon dhe në kompjuter, unë nuk do t'i isha këtu ku jam sot. Dhe kjo është e sigurt. Unë shoh pornografi në një lloj forme, nëpërmjet banalitetit në Instagram, nëpërmjet banaliteteve të njerëzve që promovojnë sot vetëm pornografi. Shumë pak meshkuj, nëse krijojnë një familje ose dalin me një gocë në takim, ja bëjmë pyetjen vetes se çfarë ofron femra që kanë përballë nëse do t'i hiqnim seksin. Dhe shumica e femrave nuk ofrojnë asgjë më shumë. Pornografia mund të zvogloj ambicjet tuaja për të marrë rreziqe, për të bërë një person më i mirë dhe për të ndërtuar një jetë më të mirë, për të bërë një burr më i mirë. Arritja që duhet është çelësi i suksesit dhe është ajo që ti duhet të bësh me veten tënde. Çfarë duhet të bësh është të heqësh dorë dhe të marrësh iniciativa për të bërë rrugë time të ndryshme në jetë. Çelësi nuk është të bindesh një investitor, apo të bësh një big deal në punë, apo t'i thua shefit unë kam shitur kaq shumë. Jo, nuk është ky çelësi i jetës, por të vendosësh veten në situata ku merr rreziqe dhe të marrësh përgjigje jo. Kjo nuk bëhet siç e kërkon ti, edhe ti pastaj të marrësh riske të tjera për të kapur ato gjërat që ti do. Dhe kupton se je mirë, pra të ndërtosh një qëndrueshmëri në bazë të kodit tënd moral, në bazë të punës tënde dhe të drejtave të tua. Të mos bëhesh një dorashkë e shefit në punë, të mos bëhesh një person që e ul veten, por edhe një person që të vdesësh pas punës. Pse? Sepse të bindesh një investitor nuk është arritje e madhe kur ti ndërkohë nuk e krijuar akoma një familje. Por edhe të krijosh një familje dhe të rish rrugëve, ende kjo nuk të bën burr. Sot statistikat ende tregojnë se normat shoqërore kanë ndihmuar më shumë gra të ndihen rehat duke ftuar burrat në takim. Vendosja fillestare, pritja vazhdon të jetë që burrat të bëjnë hapin e parë. Midis atyre që përdorin pornografi, një studim zbuloi se burrat paguajnë për të gjitha ose shumicën e takimeve të çifteve.
gjatë 90% të kohës. Në takimet e para, 80% e burrave presin të paguajnë tavolinën dhe 55% të grave presin që ai ta paguajë tavolinën. Unë këtë gjë ja them shpesh miqve të mi, se nuk duhet ta paguajnë gjithmonë burrat tavolinën. Dhe kjo është një gjë shumë më e mirë për qëndrueshmërinë dhe balancën midis marrëdhënieve në çift. Shumë burra e humbin qëndrueshmërinë dhe balancën midis marrëdhënieve me partnerët. Ata bëhen gjithmonë paguesi për të vetme një gjë, sepse pornoja të shtyn në bazë të instinkteve dhe imazheve që të krijon në kokë, që ti do të marrësh më vonë ato epshet të mëdha që nuk do të ndodhin asnjëherë, sepse ti nuk ke ereksion nga pornografia. Dhe kjo ty të bën të paqëndrueshëm dhe jo të balancuar në marrëdhënie me kalimin e kohës. Në epokën që po jetojmë, është jo reale të thuash të rinjve të përmbahen nga pornografia, dhe ka prova që konsumimi i pornografisë është në një masë shumë të madhe. Problemi është se ne nuk duhet ta heqim pornografin direkt nëse jemi të varur, por duhet të fillojmë të punojmë me veten tonë, të bëhemi vëzhgues së trurit se si funksionon pornografia në trurin tonë. Dhe me kalimin e viteve dhe të kohës, ne mund ta heqim totalisht pornografin dhe në vend të pornografisë mund të përdorni imagjinatën, të paktën të zhvilloni diçka brenda vetes tuaj dhe jo një film me aktor të shtirur ku të simulon ty pjesë të trurit dhe të jep ty një kënaqësi që nuk është reale. Sepse çfarë ndodh? Me kalimin e kohës, nëse ne vazhdojmë të shohim pornografi, ne do të kemi një humbje të zjarrit të brendshëm apo dëshire seksuale me partnerët tanë dhe dëshirës me njerëzit përreth se si ne duhet sillemi. Ne nuk kemi më emocione apo dhe dëshira që e frymëzon një burr të bëhet burr. Të kesh një plan për qëndrueshmëri ekonomike, të jesh në formë, të mos kesh një trup mbi peshë, të demonstrosh mirësi, inteligjencë, gatishmëri për të marrë rreziqe, për të ikur nga shtëpia, për të jetuar vetëm, për të bashkëjetuar me partneren tënde, për të përballur me jetën dhe vështirësitë që jeta ka, dhe për të parë veten se sa i fortë je kur mbrapa nuk e ke mamin dhe babin. Për të shprehur interesin romantik tek partnerja, për të bërë një dhuratë atje ku duhet dhe zemra e ndjen, por edhe për të thënë jo në gjërat që ty nuk duhet të t'i prekin. Për të mbajtur balancën dhe për të bërë burri i vërtet i shtëpisë, dhe jo një burr që ti jeton akoma me familjen dhe për çdo gjë të suporton familja, dhe jo një burr ku ti mbyllesh në shtëpi dhe shikon porno dhe mendon se ke pushtuar gjithë botën, dhe jo një burr ku ti shkon në alkool për të pasur aratisje të çastit, të cilat nuk të ndihmojnë as pak ditën e nesërme dhe e kupton se sa trap ishe që bëra atë veprim. Sot kemi kompani me burime të pafundme dhe një teknologji hyjnore që përpiqet të bindë të rinjtë se mund të kenë një kopje të arsyeshme të jetës në një ekran me një algoritëm të dhëna nga inteligjenca artificiale dhe të frikshme që kanë parë kohët e fundit, dhe këto sjellin një problem shumë të madh në rrethin e shoqërisë që do të vijë. Janë më shumë se 51% të meshkujve të moshës 18 deri në moshën 24 vjeç që nuk kanë ftuar kur një person, femër, për një takim personal apo për një kafe. E gjej këtë shumë depresive në rrethin që unë shoh çdo ditë në Tiranën e rëndomt. Komeditë romantike zgjasin 2 orë, jo 15 minuta, për një arsye. Marrëdhëniet dhe çiftëzimi janë të vështira, por më besoni që ja vlen. Nevojiten më shumë vende në këtë vend ku jemi ne, ndoshta dhe shërbim ushtarak, vende ku njerëzit të reflektojnë, të studiojnë, ku më shumë vende sociale ku të rinjt mund të takohen, të njihen
dhe të kalojnë një kohë të bukur me njerëzit për rreth, ndoshta të njohë një shoqe, një mikesh, një shok, një mik që do ta kenë për gjithë jetën. Dhe burrat duhet të kuptojnë se ekziston një motiv fitimi në shuarjen e flakëve të dëshirës dhe motivimit për t'u bërë burra më të mirë dhe të vërtet, pa egërsi, pa epsh banal. Burrat e rinj duhet të dalin nga shtëpia, të marrin rreziqe dhe të demonstrojnë përsosmëri në mënyrë që mund të bëjnë pornografinë e tyre të keqe një jetë më të mirë familjare dhe burrërore, duke u larguar prej saj dhe duke bërë të kundërtat që ajo kërkon. Është kaq e thjeshtë. A nuk e keni kuptuar se e gjitha kjo është për të krijuar njerëz të dobët? Njerëz që mendojnë se e kanë në kontroll të gjithën, por në jetën e tyre nuk kanë asgjë tjetër veç se mbyllen brenda, masturbojnë, shkojnë në punë, flenë dhe disa para më njanë, të cilat do të sigurojnë jetën për një farë kohe dhe pastaj çfarë? Ti po plakesh dhe nuk po le pasardhës dhe kështu fillon depopullimi. Dhe kjo është ajo gjëja e dëmshme që njerëzit po bëjnë. Njerëzit mendojnë se e kanë në rregull duke qëndruar me familjen, duke mos marrë iniciativa, duke kaluar vetëm pasditet me shokët. Jo, kjo është totalisht gabim. Një burr i të vërtet i duhet një miqësi e fortë, i duhet një mik për kokë, shumë të njohur, miq dhe shok, bashkëpunëtor, njerëz pune, por i duhet dhe një grua e mirë, një familje e shëndetshme dhe pasardhës. Më lejoni ta mbyll këtë podcast me një pyetje shumë interesante. A e ke menduar se përse të gjitha këto gjërat që unë fola ti tashmë i gjen falas dhe pornografia është totalisht falas e aksesueshme, të lloj forme që ti të kesh çdo gjë që do, falas. Po pyet e veten përse të gjitha këto janë falas. Më lejo të ta them përgjigjen sepse ti je produkti i të gjithë kësaj. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi dhe të falenderoj që more pjesë në këtë rrugëtim. Ne do të shihemi sërish bashkë në rrugëtime të tjera, por deri atëherë unë të uroj paqe në shpirt.